Pitalkat e Prizrenit. Sikur në përfurrat e bukës, një përgatitje shumë të veçantë, të cilat i pjekim në tigan. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Për këtë iftar kam zgjedhur që të përgatis pitalkat Prizrenit. Kështu në një enë të madhe shtojmë 300 ml me ujë. Uji duhet të jetë i vakët, jo i nxehtë, një lugë gjelle me maja buke. Unë kam bluar, unë përdor të freskët, një lugë gjelle me sheqer. E përzim pak që të aktivizohet maja e bukës. Kam përzier mirë masën, tash ja shtoj 50 ml me vaj. Përsëri e përzim masën, vetëm pak, jo shumë gjatë. Dhe ja shtoj millin, duhet që ta formojmë një brumë të ngjitur, të butë, do na duhen dikon rreth 450 gram me mill. Dhe ja shtojmë një lugë e gjysmë të mesme me krep. Dhe brumin direkt kështu e punojmë me dorë. Kam punuar brumin, kam fituar kështu një brumë të butë, të ngjitur, pak më i trosh se brumi i petullave. Pasi e kam punu brumin, e kam bulu enën dhe kështu brumin e lën ambient brumet ngrohtë që brumi dyfishohet për 1 orë e gjysmë. Sa më shumë dyfishohet, aq më të mira të dalin pitalkat. Brumi i pitalkave është dyfishu, ja largojmë kështu folin. Dhe e kalojmë tavolinë pune. Hedhim mirë në tavolinë. E kalojmë brumin, është bërë një brumë shumë i mirë, pasi ka pushuar mjaftueshëm. Tash brumin e punojna pak, kështu. Duhet që jetë brumi i butë, jo shumë i fortë i pitalkave. Kështu do e ngjeshim tek milli dhe do forcohet pak nga milli. Dhe brumin e ndojmë në 4 pjesë të barabarta. Secilës pjesë mundohem që t'ja jap formën e një kulaçi, kështu duke rrokollis tek milli. Pasi kulaçve u kam dhënë formën, i kam vendosur në tepsinë. Tepsinë kam vendosur letër përpjekje dhe pak kështu do i hapim me duar. Vetëm pak, jo shumë. Dhe i mbuloj me një pecetë kuzhine, i loj që të pushoj për 25 minuta. Pitalkat kanë pushu për 25 minuta, ja largojmë pecetën e kuzhinës. Këtu kam shtu 3 lugë gjelle me kos dhe ja shtoj një të verdhë të vezës dhe masën e përzim mirë. Me këtë masë do i lyj sepër pitalkat. Do i bëhet një kore shumë e shishme dhe e butë. Tash kam përzim masën dhe filloj që t'ju hedhi sepër. Kështu nga një lugë e gjysmë e përhapi. Malë lugës. Kështu të këtë gjitha veprojnë këtë mënyrë. Pitalkat i kam lyrë sepër me masën e përgatitur, tash me majë të gishtave. Kështu bëj hapjen. Të gjithave, vërtet dalin shumë të mira. Dhe pitalkat janë gati për pjekje, kam nxjerr furrën në 220 gradë në atë temperaturë do pjekje rreth 20 minutave. Pitalkat i kam larguar nga furra, tash i mbuloj me një pecetë kuzhine dhe i loj që ftohen. Pitalkat janë ftohur,
Tash marrim dhe i lim sipër me gjallë të shkrirë. Tu kam shkrirë gjallë dhe i li sipër, sipër faqja. Lyni atë sa ju nevojitën, sa pjesë. Dhe pasi të ftohen, mund të veproni në këtë mënyrë kur të ftohen të nesërmit. Ju shtoj sipër pak breget. Ti largoj tash për fërgim. Tigani është nxehur mirë, tash marrim pitalkat dhe kështu për 4-5 minuta i fërgoj nga ajana, kështu pa vaj bëjmë fërgimin. Pitalkën gjatë kohës së fërgimit e kam shtyp kështu me pincet. Tash kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër dhe fërgojmë shumë pak, dikon rreth gjysmë minuti. E largojmë tash nga tigani. Ka një aromë shumë të mirë. Në këtë mënyrë fërgojmë gjithë pitalkat. Kthejmë nga ana tjetër dhe fërgojmë për 2 ose 3 minuta. Dhe pitalkat e prizrenit ju demonstroj nga afër se si ka ndalë pas pjekjes në tigan, janë të buta, të mira, ka një aromë shumë të mirë, vërtet ja vlen me provu këtë recetë e sidomos për iftare shkon shumë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë pitalkat e prizrenit të pjekura në tigan, ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndodhët kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mi mbeqin nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.